Sa i përket deponisë në Zhurë, deponia në Zhurë është për materialet ngurta, e dim gjithë, po derisa nuk kemi një zgjidhje tjetër, jemi detyruar me vazhdue prapë mi gjujt, mi hudh atje në Betorinë, se s'kemi zgjidhje tjetër. A mendoni ndonjë vend alternativ? Momentalisht njerë vend caktuar nuk kemi, po është një alternativë që është në nivel Kosovës që do të bëhet, sidomos që sa kam informata, është një fabrikë të rregullue. Tash informata janë gojore, nuk e di sa është e vërtet, për trajtimin e eshnave, e të kafshëve. Nëse bëhet ajo, atëherë jemi të obliguar që edhe na si komunë, si institucion, mi dërgu atje për trajtim më të tjeshëm. Kaloni shpesh tu me makinë? 2 herë në ditë. Dhe sa për ju shqetëson kjo erë shumë e rëndë? Mos vetë, katastrofë, katastrofë. Nuk patën kobe që gjithë bashkë këtë vend, rrugën më kryesore, ku frekuentohet më shumë me njerëz. Tu rrezik edhe me marrë dhe një epidemi, dhe një smujt, dhe një sen. Katastrofë është, nuk po them. Prese është kjo deponi? Prese është kjo deponi, unë po dërgoj dritarës zë me qelë. Ose si ju mbaska me vuqështu, për ndryshe, pushtetarë që kanë të vonë nuk e di as vetë. Do të gjenë vend adekuat dikuj që është, që nuk frekuentohet nga njerëzit në rrugë, por dikuj në brendësi, largë për rrugëve. Nuk jam unë eksperti, po ambientin e du fort. Kam qeftaru aerin, pastër natyrën këtë, po me që to e kanë bo bërdo. Këta këtu atë e njëllë të dragash, të trakani, në 2 vendet. Edhe atje nuk kalot hiq. Atje bile mas pak të një ditë e kaloj, po këtu 2 herë ditë e kaloj, se e kom 7 në kom, që tu shpesh herë erat edhe për naltë edhe për poshtë, edhe në 7 në pegojnë. A duhet që të merren masa konkrete? Urgjent! Sa më shpejt le të mbyllet kjo. Sa më shpejt kjo le të mbyllet. Nështë dikuj i leverdon për punë biznesit anë këne, po mos ta marrin qoftë popullin.